Miqtë e mi, ju përshëndes dhe uftoj sot në një episod të ri të programit Pozot, një seri rrëfimesh nga miq të mirë që ka ecur me besnikëri për dekada të tëra, me një perëndi që flet dhe dëgjon si askush tjetër. Si fëmijë priste me kërshëri çdo Pashkë apo Krishtlindje që të shikonte filmin Jezus, që herën e parë i kishte bërë shumë përshtypje dhe mshuria e këtij personi që bënte shumë mrekulli. E mahniste fuqia e tij, autoriteti i tij, por në logjikën e tij si fëmijë dhe adoleshent nuk bënte kuptim se pse duhet të vdiste ky njeri kaq i mirë edhe kaq i fuqishëm. Pse nuk po e shpëton veten? Pse po e lejon njerëzit që ta keq trajtojnë? Pavarësisht pyetjeve të shumta në mendje, historia e këtij njeriu e trazonte shpesh dhe i zgjonte kureshtje. U deshën disa vite që ai t'i dorëzonte jetën e tij këtij perëndie të fuqishëm dhe të dhemshur, por që nga ai moment ai nuk e ka kthyer më kurrë kokën pas. Vazhdon të ecë me të dhe të drejtojë dhe shumë të tjerë në njohjen e Perëndisë që ka krijuar gojën dhe që flet me çdo njeri sot. Unë jam Miliard Gusturani, jam nga veriu i Shqipërisë, nga Tropoja. Jetoj në Tiranë për 22 vite afërsisht. Edhe jam i martuar. Bashkëshortja ime quhet Jessica, është misionare italiane, jemi martuar për 8 vitesh, kemi 2 fëmijë, 2 vajza, Perla dhe Sjara. Shërbejmë Zotit në Tiranë, në zonën e institutit. Me kishën tonë lokale, kishë mbjellje kështu. Kanë kaluar shumë vite, në fakt. Realisht, para se të jap të përgjigje se kur i thash po Zotit, ka qenë një proces. Unë në fakt për herë të parë, në thënë Tropoja ka shumë 2 besime kryesore, Islam edhe besimi musliman, Islam edhe katolik. Kështu që zona jonë, le të themi fisi gashtë, kështu që quhemi ne, i përkasin besimit Islam bektashi kryesisht, edhe pse nuk janë këtë dallime. Edhe unë nuk di asgjë për Krishtin, mendoja që Jezusi është thjesht i fesë katolike, krishtere, kështu në radhë. Por për herë të parë ishte momenti kur që dëgjova për Jezusin në mënyrë më të veçantë, ishte nëpërmjet filmit. Isha fëmijë, edhe pash filmin e Jezusit për Krishtlindje Pashkë kështu në radhë. Edhe më bëri shumë përshtypje, sepse ishte shumë ndryshe nga ai që mendoja. Duke parë mënyrën, fuqinë e tij, kujdesin e tij. Pra ai çfarë më tërheqi më shumë është dëmshuria për njerëzit edhe fuqia e tij, autoriteti i tij. Por ai çfarë më bëri përshtypje është pse do të vdiste. Pse do të vdiste ky njeri kaq i mirë, kaq i fuqishëm, ose pse nuk po e shpëton veten, ose pse po e lejon njerëzit, sepse arrija ta dalloja që në fakt nuk po e kryqëzojnë njerëzit, por ka diçka që ai vetë është duke lejuar, po nuk pse është duke ndodhur gjithë kjo. Kështu që më bëri shumë përshtypje dhe më zgjej një kureshtje. Kështu që në atë kohë ne nuk ishim në mundësi, nuk ishte misionar, nuk ishte besimtar, nuk një as nuk e dija që ka besimtar kuptimin që flasim një të veçantë drejt për Krishtin, thjesht feja. Kështu që vetmi informacioni, vetmi burim ngelte filmi, kështu që çdo vit prisja Krishtlindjen Pashkën për të parë filmin. Por gjithmonë përfundonte me një të pyetje, me të njëjtën kureshtje. Edhe realisht kisha shumë dëshirë të dija pak më shumë. Sidomos ato termat biri i Perëndis, shpëtimtari, ishin gjëra të panjohura, madje më dukeshin si blasfemi edhe pse isha le të themi fëmijë, por kisha kaq njohuri, le të themi disa informacione bazike rreth besimit ku unë bëja pjesë. Por pas disa vitesh, ishte mbari lufta në Kosovë, edhe unë shkova në Kosovë për të vazhduar shkollën e mesme. Kështu që aty unë dëgjova për herë të parë për Jezusin, në fakt. Ishte një moment kur ne jetonim në konvikt me gjimnazistët e kështu. Edhe erdhi një grup të rinj misionar, ishin nga kombe të ndryshme, vende të ndryshme, kryesisht nga Afrika në fakt. Edhe na ftuanin një koncert krishter. Ne si gjimnazista, si të rinj, do shkojmë një koncert etj, edhe shkuam. Po kur ai takimi, ai koncerti që ata thanë, ishte një kish që ishte në fakt ishte një tent. Ata sot është një kish. Edhe ishte një kish, por në atë kohë ishte shkatruar nga lufta etj me radhë. Me një krasniqen pastorniken, edhe me këtë rast
e përshëndes sepse ka një gjurmë në veçantë jetën time. Edhe unë aty shkuam të ky takimi, edhe nuk donim të hynim. Tham këto janë për të kishterë, për ata etj me radhë. Kështu që gjithsesi në atë moment më kujtuan ato pyetjet e mia nga momenti i filmit. Edhe aty unë dëgjova, bora pjesë, futa në takim, edhe aty unë dëgjova për herë të parë në mënyrë konkrete, precize, përse Jezusi vdiq. Edhe kjo kishte një ndikim shumë të madh, ishte një moment shumë i veçantë, kur nuk do të harroj. Ato terma, biri i Perëndis, shpëtimtari, filluan nga aspektin intelektual, po them logjik, fillova të kuptoj. Edhe ishte momenti apeli në fund kur predikuesi po bënte thirrjen kush ka dëshirë të adresojë jetën Krishtit etj me radhë. Edhe u ngrita në këmbë si gjithë tjerët, unë gjithë u ngrita edhe me ta. Por kishte një përjetim që unë nuk e kisha përjetuar më përpara. Në të kaluar kisha shkuar në këto vende që quhen të shenjta, në shumë vende, por kur nuk e dija që përjetohet Zoti në fakt. Edhe por aty ishte një prezencë, një përjetim, një natyrë që unë nuk mund ta shpjegoja, nuk e dija se çfarë po ndodhte. Pra, ishte hera parë që merja pjesë në takim, edhe hera parë që dëgjoja gjithë mesazhe, hera parë që përjetoj një lloj eksperiencë të tillë. Por prapë mendova nuk është momenti për ta pranuar Krishtin, edhe pse s'kisha asnjë arsye për ta refuzuar, sepse ishte një bindje kaq e fortë. Por mendova që nuk kam mjaftueshëm baza në besimin tim etj, kështu që jem duke nxituar dhe nuk është ky momenti. Kështu që gjithsesi kalova, mbari takimi, u ktheva, por nuk isha më i njëjti. Vazhdimisht, gjatë gjithë kohës, gjatë ditës, në mënyrë veçantë gjatë natës, ajo pyetje më ngelte në mendje, edhe ai moment, ai takim, ai prezencë, ai përjetim ishte kaq i fortë sa nuk isha i njëjti, pra mendja ime në mënyrë automatike mendonte. Edhe gjithsesi përpiqesha ta mbysja këtë zë me gjëra të ndryshme rinore. Edhe një moment tjetër, disa muaj mrapa, në vinë prap një grup, në fakt nga një kishë këtu në Tiranë, kishin për një aktivitet ungjëllëzimin e Kosovës, në Gjakov, sa aty jetoja unë. Edhe erdhën te konvikti jonë ata. Ishin të rinj të gjithë, duke luajtur me ne. Edhe në fund na mlodhen, bëm një pyetje të thjeshtë. Thanë, dëgjoj, një ditë të gjithë do vdesin. Po nëse ju kur vin koha për vdekur, ku mendoni që do ta kaloni përjetësinë ose çfarë mendoni rreth saj? Kjo ishte pyetja më e vështirë që nuk doja as të dëgjoja e as më tepër të japja përgjigje në fakt, sepse në brenda me dija që s'jam gati për të takuar me Perëndin. Jo për vetëm për gjërat e mbrapshta se bëja, por për shumë çka. Kështu që kjo pyetje akoma më shumë më bëri të mendoj rreth Krishtit. Por e di çfarë bëra të kundërtën, në fakt në vend që të kisha shumë miq, si ishin krishterë, kishin pranuar Krishtin, Zoti po ndryshonte jetën e tyre. Por në fakt qëndroja larg tyre sepse nuk doja të përballesha me emrin e Jezusit për shkak të problemit tim. Edhe vendosa të thellova më shumë në besimin tim, në fenë time, për të kuptuar që ndoshta kam mund të gjej një përgjigje këtu edhe s'kam pse merrem me Jezusin. Por e vërteta është se sa më shumë zhytesh ato përgjigjet e mia rreth sigurisë, rreth shpëtimit, rreth nuk merrin ato përgjigje që unë prisja. Edhe përkundrazi në fakt më shtynin ndaj Krishtit akoma më shumë. Kështu që ishte një luftë e madhe, mbari shkolla, ktheva në shtëpi në Tropoj. Gjatë gjithë kohës ishte një njëjta çështje, një njëjti presion. Edhe dija që kam nevojë me marrë një vendim për Krishtin. Dija fillova të kuptoj që s'ka kuptim jeta, nëse në vërtet njeriu ka nevojë për krijuesin, unë kam nevojë për krijuesin. Edhe mendova edhe tash po mirë, kur filloi vitin e dytë, do të jem duke sapo ke mundësi, do të shkoj diku në një kishë, se kështu mendoja, se Krishti mund ta pranoj vetëm në një kishë. Edhe do të takohem me këta miqtë e mi, edhe do të pranoj Krishtin, edhe po sepse vërtet nuk kam arsye për ta refuzuar. Sapo ktheva në shkollë, prapë bëra të njëjtën gjë, vazhdova duke luftuar, duke rezistuar. Por në vitin e dytë, pas një farë kohe, erdhi një djalë në klasën time, që ishte nga Tropoja dhe ai. Edhe për shkak se ishin disa edhe nga Tropoja, disa djem vajza, por kujdestari i klasës
klasës tonë, e vendosi që t'ishte me mua, t'ishte në bankën time, më familjar t'i kja për para, kujdese për ta, është i ri këtu e tjetja me radhë. Edhe vendosin bankën time, sa po filluam duke folur, ai më njëherë prezentohet, jam nga një zonë që quhet Cernic, por që është zonë katolike. E unë thash, ti je katolik, sepse fatkeqësisht është kjo lloj ndarje, themi goxha e fortë në zonën tonë. Edhe më tha, jo, nuk jam katolik, tha, unë besoj në Krishtin, filloj, tash mos, edhe ky që nga sikur gjithë të tjerët, si më ndodhi me pas tu në klasë tani. E filloi duke folur, e thash dëgjoj, di kush je, tani e kuptoj se ti nuk je këto, nuk beson Marije, nuk beson Kishën, beson vetëm Krishtin, vetëm Bibla, fjala e Perëndisë, etj. Po nga i di këto, e thash, histori e gjatë, por në qoftë se dëshiron të jemi bashkë, ti nuk do të më flasësh për Krishtin. Do të jetë një marrëveshje. Dakor, ti e di. Por unë jam besimtar, besoj në Krishtin, ishte i fortë. Ai sot është një nga miqtë e mi, është doktor, shëbe Zotit edhe ai besimtar është. Blerën Boshgjoka quhet. Edhe çfarë ndodhi është që kur shkuam te konvikti, edhe kujdestari i konviktit tha miliard let jetë tek dhoma jote. Unë nuk në fakt ta kisha të ndomë në atë moment, sepse ai ishte besimtar e dia që këta nuk rrin pa folur, në një mënyrë tjetër do jenë duke më treguar. Edhe vendosin në dhomë, tani kisha atë në dhomë, kisha atë në bankë, ishte histori e gjatë. Edhe ky në fakt i qëndroi besnik fjalës, nuk fliste për Krishtin me mua drejt për drejt, por gjithçka e tij fliste për Krishtin. Dëshmia e tij, sjellja e tij. Vazhdimisht lexonte fjalën, Biblën, lutej. Nuk bënte ato gjëra që bënim ne, që bëja edhe unë. Edhe nuk më gjykonte, por ishte aty. Edhe më bënte shumë përshtypje, në fakt më bënte edhe xheloz. Sepse thaja, ky është një besimtar tamam realisht, kështu do të jetë një besimtar. Edhe pas një farë kohësh, edhe puna është në mëngjes kishin një kohë kur ne zgjoheshim, ai lexonte Biblën, unë rrija aty në krevat se ishte herët akoma. Por kur ai lutej, kur ai lexonte Biblën, unë mendoja për Zotin, por nuk flisja. Edhe një ditë i them, më thotë, mund të lexoj diçka nga Bibla, nëse ti ke dëshirë. Ai filloi duke lexuar. Çfarë ndodhi është se pikërisht çfarë ai ndante. Ishin gjëra që po mendoja unë. Po kjo ndodhi disa herë. Edhe kjo më bëri që unë të hidhe një hap tani. I thash, ai ka vërtet Zoti, përgjigjet Zoti gjitha pyetjeve tona, sepse ishin ato pyetje që unë kisha menje në zemër. Edhe ai nuk i dinte, thjesht lexonte Biblën dhe ato rastiste, që në fakt nuk është rasti, por ato vargje që ai lexonte ishin pikërisht ato, ishin përgjigjet e pyetjeve të mia. Aty mori ai. Ai kishte qef me ndau Ungjillin, fort. Edhe më tha, miliard Zoti i ka të gjitha përgjigjet, Bibla i ka të gjitha përgjigjet e pyetjeve tona. Nuk ka pyetje që s'ka një përgjigje, Perëndia ka të gjitha përgjigjet. E kështu filloi pastaj duke më folur më shumë për Krishtin. Edhe unë prapë vazhdoja me timin, në fakt e vendosja në disa pozita shumë vështira me miqtë e mi, të cilët ishin si unë. Edhe më thoshte, nëse do më fol për Krishtin, hajde këtu. Mirë, po këta shokët e mi nuk ishin, edhe për shkak xhelozisë, shumë herë rrezikonte jetën, por ai vazhdonte duke më folur për Krishtin. Edhe çfarë ndodhi është që pas disa muajsh, erdhi vllai më i vogël për vizitë. Mirdian quhet. Po e them si detaj se qenë se kemi këtë mundësi. Edhe shoku jemi foli për Krishtin. Ai atë ditë dëgjoj. Më thash çfarë duhet bëj që unë të besoj Krishtit? Çfarë duhet bëj? Ishte krejt e thjesht, krejt e sinqert. Edhe blejimi tha thjesht ke nevojë të pranosh Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, të rrafesh mëkatin tënd, ta pranosh atë si Zot, edhe ai do ta shpëtojë jetën tënde etj. Me radhë. Edhe ajo ditë i bëri gjitha. Ai ky ishte momenti kur tamam Zoti më hapi sytë e mi. E thash, kush jam unë? Si ka mundësi që Zoti ka pas kaq dërim me mua me gjithë ta njerëz që Zoti ka vendosur në rrugën time? Aty unë fillova të kuptoj në fakt se si Perëndia në mënyrë të vazhdueshme, kudo që unë shkoja, në çdo drejtim Perëndia vendosi një besimtar që të më fliste për Krishtin. Edhe unë vazhdoja duke luftuar pa e ditur në atë budallikun tim. Edhe aty ka qenë momenti ku unë jam thyer përpara Zotit, kam rrëfyer mëkatin tim, kam parë hirën e Zotit. Edhe ky ka qenë momenti tamam që unë ja kam dorëzuar jetën time e Krishtit. Edhe pra ishte një ndryshim. Procesi ishte goxha i gjatë, gati mbi një vit. Procesi ishte i gjatë, por momenti, pra kisha dëgjuar shumë vargje nga Bibla, dija shumë vargje nga Bibla për shkak të këtyre diskutimeve etj. Me radhë, por nuk e kisha dorëzuar jetën time në Krishtin. Pra kisha informacion për Krishtin, por nuk e kisha besuar Krishtin. Diçka brenda meje, në frym, ndjeja e dija që duhet i besoj, por luftoja, rezistoja.
Kështu që nga i moment që Perëndia tamam ishte momenti kur unë udhërzova e pranova Krishtin e rretheva mkatin tim. Ky ka qenë momenti i ndryshimit thelbësor. Edhe më një herë Zoti vendosi një dëshirë, një barr për ta ndarur ngjillin tani me shokët e mi, si ishim si unë. Ato gjërat që bëja unë bëja bashkë me ta. Gjithçka. Ishte vend pa rregulla se sapo kishte dalë Kosova nga lufta, ishte vendi vetëm ishte një vend ku flinin, po s'kishte as rojë as gjë. Edhe gjithçka bënim. Edhe unë jetoja në këtë lloj realiteti. Kështu që unë fillova duke ndarur ngjillin me shokët e mi, ata më thanë Miliard, po çka ka ndodhur me ty? Ti je i njëjti, thënë Zoti më ka ndryshuar, Zoti më ka shpëtuar, thënë ata më thonin po shoku jot, ai miku jot patjetër ndoshta, po ti je si ne, kam qenë, po nuk jam. Pra duhet të them që këtu ishte ai procesi, pra momenti i kthimit edhe procesi pastaj që si Zoti filloi duke punuar jetën time. Pastaj është një histori e gjatë me shumë daje. Pra kjo është pak ashtu momenti që i thash po Krishtit. Pra nga ky moment kur unë udhërzova më saktë përpara Perëndisë, pranova hirën e Zotit, pranova dhuratën e Perëndisë shpëtimit, në mënyrë të natyrshme, nuk ishte as mësim, sepse situata ishte Shqipëria në ato kohë, Kosova ishte fillimi, nuk ishte kishat ishin shumë thjeshta, pastori pothuajse bënte të gjitha, pra nuk kishim një mundësi, një sistem, dishipullizimi, mësimi, ishte krejt. Por çfarë mund të them është që në frymë, në zemër, ishte kjo barra, kjo dëshira për të ndarë ungjillin me këdo. Vetë. Kështu që me natyrshëm, në fakt edhe ky shoku im ishte një model për mua në këtë sens. Edhe thjesht vazhdova duke shkuar në kishë, duke lexuar Biblën ditë për ditë, duke u lutur, duke ndarë ungjillin me shokët e mi. Pastaj kur u ktheva në shtëpi, se zakonisht ktheheshem një herë në muaj, një herë në 2 muaj, një herë në 3, etj me radhë. Pra, kur unë ktheva në shtëpi, fillova duke ndarë ungjillin duke treguar prindërve të mi, vëllezër e motra, se ne jemi 5 fëmijë, 3 vëllezër, 2 motra, jemi madhej. Fillova duke folur edhe atyre për Krishtin. Edhe çfarë ndodhi është që ishte në mënyrë të natyrshme, nuk kuptohet, nuk ishte lehtë. Prindërit e mi në mënyrë të veçantë babi nuk ishte as pak i lumtur, përkundër as ndjej i turpëruar, duke sikur e kam tradhtuar, e kam turpëruar, etj me radhë. Kishte por ishte kaq i madh gëzimi në zemër edhe kaq e fortë ajo dëshira edhe për ta ndarë. Për mua ishte një urgjencë. E kuptoj? Kështu që për gjatë kohës që isha në Kosovë, kjo ishte gjëja që lexoja përveç Biblës, lexoja libra që gjeja, çdo libër, se s'kishim mundësi dishipullizimi për të studiuar Biblën me një person. Edhe dilim marrim shkollën, dalim ungjillin vetëm për dyqane, nëpër rrugë, kështu vetë. Edhe kjo ishte procesi për disa marrova shkollën. Pra bëhet fjalë në vitet 99 2000 deri në 2002, për 4 vjet. 99 shkova në shkollë, 2002 mbarova. Kjo ishte procesi. Pastaj erdha në Tiranë. Vazhdova universitetin, shkova këtu në Tiranë, edhe pastaj u vendosa në kishën ku unë jetoj. Ku unë çabej sot, edhe ku jetoj në fakt në zonën e institutit. Në atë kohë sapo kishte sapo kishte ardhur një misionar, familje misionare, Josef Dias, bashkë me Neli Mar Dias, me fëmijët e tyre, edhe kishin 2 vite që kishte filluar kish mbjellja. Edhe ky miku im Blerimi, ai jetonte në Gamzë dhe në Tiranë atë kohë. Edhe ai unë atë kohë gjatë kësaj kohe shkoja në për kisha të ndryshme në Tiranë sepse s'kisha një kishë. Shkaj të këto kisha që më të njohur, etj, kisha dhe më afër. Edhe në të kohë më thot Miliard, shiko, ka një kishë këtu në institut, është kishë re, misionare është, akoma nuk e di mirë gjuhën. Në qoftë si mendon edhe këtë dëshirë që ti të bësh pjesë një kishe ku mund të shërbesh nga pak, mund ndihmosh, mendoj që është një mundësi mirë këtu. Edhe unë erdha thjesht për të ndihmuar pastorin. Për të ndihmuar, çfarë bëja? Isha bodyguard tek dera. Sepse në atë kohë instituti nuk është instituti që është sot. Ishte një zonë shumë e rrezikshme. Përveç me shumë probleme sociale etj, po ishte një zonë shumë e rrezikshme. Pra, triturit, prindërit e fëmijëve që vinin në kishë etj, i nxisnin fëmijët e rrugës etj, që të provokonin
në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që pasoi një moment ta humb durimin, sepse njëri. Edhe pastaj të bënin diçka të largonin nga instituti, pra nuk ishin klumtur për faktin që ai po ndante unë gjillën aty. Kështu që unë ndjeva si përgjegjësi që puna ime është këtu. Edhe isha bodyguard. Më thëm bodyguard sepse nuk isha akoma në sensin e besimit për të kuptuar gjitha këto, por unë kuptoja që do të jem mes pastorit edhe komunitetit. Edhe pastaj ndihmoja me gjithçka që kishte nevojë, me fëmijët, etj me radhë. Aty u pagzova, pas afërsisht 4 vitesh u pagzova. E Zoti filloi duke punuar me jetën time. Këtu jemi njohur pastaj me kisha tjera këtu për rreth. Edhe kështu ka qenë shërbesa. Pastronim sallën e kishës në fund çdo javë, në mënyrë vazhdueshme. Kudo që kishte nevojë për të ndihmuar, nuk është se kisha një përgjegjësi, do të thënë miliard kjo është përgjegjësi, jo, thjesht shikoj një nevojë edhe shërbenim. Por Zoti ndërkohë po punonte. Pas disa vitesh ndjeva punoja ndërkohë, mbarova shkollën, fillova punë etj me radhë. Masdite ndihmoja prap pastorin, shërbesa të ndryshme, vizita në familje, gjithçka që ai kishte nevojë, dhe kisha kishte nevojë. Por në këtë periudhë, në fakt në kohën më të mirë të punës time, ku isha stabilizuar me gjitha, ndjeva në zemrën time një thirrje, një barë më shumë për t'ju dedikuar fjalës, studimit e fjalës së Zotit. Pra ishte një peshë e fortë, pra nuk më jepnin kënaqësi tani puna, suksesi etj me radhë, se kishte filluar një lloj lëvizje në këtë drejtim, një lloj suksesi le të themi në aspektin e punës, por nuk më jepnin kënaqësi. Po ishte shumë e vështirë. Sepse duke qenë i madhi perëndimisht ndropoi, kisha marrë edhe vëllezërit, motra të kështu me radhë. Pra ishim 4, isha në farë mënyrë si krye familjare aty, edhe pse isha i ri vet, 21-22 vjeç, deri 23 vjeç. Por kisha përgjegjësi edhe si do jetonim, ishim me qera, gjitha këto gjëra me radhë. Edhe një moment duke folur me pastorin më thotë dëgjoj, Miliard, kemi qenë duke lutur, kemi menduar këtë për të vazhduar një shkollë biblike për ty. Në fakt, unë kisha këtë barë për kohë përpara. Por në kisha kuraje për të ndarë, sepse e dija situatën, kontekstin, mundësitë e mia. E thash, dëgjoj pastor, kam kohë që duke luftuar me këtë. Nuk kam pas besim mjaftueshëm as guxim për të ndarë këtë gjë. Për shkak të situatës, por mendoj që tamam Zoti është duke drejtuar në këtë aspekt. Po e hadh një hap besimi, nuk i besu Zotit, nuk e di si do ta mbyllim muajin, si do jetojmë, por po e hedhim një hap besimi, duke besur Perëndis. Kështu që e lash punën gjitha dhe vazhdova shkollën biblike në kolegjin ton që kemi si Asambleja e Perëndis, teologjik ungjillor, edhe për 2 vite ju dedikova studimit fjalës. Shërbesës me kishën pastaj në bazdite, në fundjavë, kështu me radhë, ka qenë një kohë jashtëzakonshme. Ku Perëndia më formoi, Perëndia punoi, Perëndia në fakt nxori ndrit shumë gjëra që nuk i dija. Edhe pikërisht ishte momenti ku Perëndia po punonte për të më përgatitur për shërbesën. Edhe gjatë kësaj kohe Perëndia filloi duke më jo një mënyrë tepër të veçantë, por mjaftueshëm qartë për mua. Për t'ju dedikuar pra në thirrjen e shërbesën pastorale në cilën shërbej sot. Edhe ishte një mënyrë shumë thjeshtë, një barë për njerëzit. Në fillim ishte për fjalën, tani një barë për njerëzit. Pra ndjeja dhe mshuri për njerëzit, edhe duke vetja, pra kur unë shikoj një nevojë, më thonë, më vinte çfarë do të bëj unë diçka, si mund të ndihmoj, si mund ta plotësoj këtë nevojë, ose kur shikoja dikë që kishte nevojë për një këshill biblike, në mënyrë të natyrshme, u bë mënyrë jetese, në mënyrë të natyrshme fillova duke shërbyer, duke ndihmuar pastorin më mbante afër, duke e parë mënyrën si ai shërbente, mënyrën se si jetonte. Nuk më tha gati pothuajse asnjëherë nuk më tha dëgjoj Miliard, ke filluar shkollën tani do jesh pastor. Asnjëherë sa takta. As nuk ishte kjo ide. Për mua në fakt shërbesën pastorale shikoja diçka shumë pa përshtatshme për mua. Unë nuk mendoja që jam i përshtatshëm për një pastor, nuk mendoja që jam i aftë për një pastor, nuk mendoja që i plotësoj kushtet për një pastor. As nuk e mendoja thjesht për të bërë shërbesën, thjesht për të ndihmuar. Edhe pastori asnjëherë nuk ma theksoi këtë. Thjesht hajde Miliard, shërbejmë këtu, shërbejmë atje. Edhe kjo ishte mënyra si Perëndia po më
përgatiste për shërbesen. Edhe në 2013 pastaj pastori u kthy në Brazil, në marri koha e misionit ti këtu, por tashmo Perëndia kishte dhënë sigurinë edhe për t'ju bindur Zotit edhe në thirrjen pastorale. Kështu që nga 2013 deri më sot kemi qenë duke bërë shërbesen, duke shërbyer Zotit në komunitetin ton, me kishën ton lokale, me kishën mbjellje, në shërbesa të ndryshme. Zoti ka qenë i hirshëm. Betejat kanë qenë të ndryshme, shumë herë me shumë sfida, në shumë aspekte, por Zoti ka qenë gjithmonë besnik. Ishte një moment goxha i vështirë kur pastori u largua. Unë kisha qenë një farë mënyrë sot të themi asistent pastor për 3 vite, nga 2010 deri në 2013, por është ndryshe kur është pastor përpara, kur është ai e mban barrën e shërbesës. Pa çka se ti je duke ndihmuar kudo, në gjithçka, ndalim njëjtën shërbesë bashkë. Po kur ai u largua, ishte një situatë pas disa muajsh. Ishte disa situata, po zgjati diku një vit kjo. Goxha e vështirë. Në atë kohë kishim filluar dhe kishim mbjellje në Bathore, aty ku është sot pastor Genci duke pastoruar. Edhe gjërat u bën për një farë periudhë goxha të vështira. Duket sikur gjërat nuk po ecnin, njerëzit duket sikur nuk po merrnin mesazhin, duke i vetë sikur jam duke bërë gjërat me përpjekjet e mia. Edhe ka qenë një kohë kur unë kam thënë, Zot, ka qenë një moment kur unë nuk po, si them, ku kam filluar duke vendos pak ndyshim nëse me të vërtet jam ka thjesht Zoti më qenë pastor apo jo. Për shkak të momentit, sepse duket sikur isha në një krizë. Edhe më është dashur të marr një kohë lutje, një kohë reflektimi për të dorëzuar, sepse isha duke luftuar shumë, isha duke vrapuar shumë, isha duke bërë shumë punë me mendjen time, me idetë e mia, Por ky ishte një moment shumë kritik. Edhe pikërisht në këtë moment Perëndia më ka folur, me Zotin ka sjellë në mendje edhe në zemër shumë personazhe nga fjala e Zotit, si Zoti i thirrri, si ata ishin në momente veçanta kritike, ku ata disa prej tyre ishin për shembull si John Pakzori. Bibla na tregon kur Gjoni ishte në burg, i tha Jezusit, a jeti ai që do të vi apo do të presim një tjetër. Pra ishte një moment kritik edhe Perëndia më priste me raste të tilla, duke thënë shikoj, këto janë gjëra që ndodhin, por ti ke nevojë tamam. Pra unë kuptova që kam nevojë për një fjalë tjetër nga Perëndia. Edhe në këtë kohë Perëndia po më folën nëpërmjet këtyre historive biblike, por gjithashtu e konfirmoi me një paqe në frymën time. Zoti vend filloi duke sjell disa njerëz që dukeshin për një vit sikur janë të shpërndar, edhe nuk po dëgjonin, nuk po kuptonin. Perëndia i filloi duke i sjell për të më inkurajuar, në fakt, duke më thënë çika miliard sa mirë jemi të inkurajuar këtu. Pra, një farë mënyrë edhe këto situatat e përditshme të shërbesës që kishin qenë kundra për një farë periudhë, erdhën në fakt një farë mënyrë si mbështetje, inkurajim, edhe ishte një ngushëllim nga Zoti për jetën time në atë kohë, në atë moment. Edhe vërtet sot falenderoj Zotin, ka qenë kohë e vështirë, nuk më thënë, në atë kohë nuk do doja ta kisha kaluar në atë proces, por sot pas kaq vitesh, 12 vite mrapa, falenderoj Perëndin sepse ka qenë një fazë tjetër, një fazë ku unë jam rritur më shumë, jam formuar më shumë, kam mësuar të besoj Zotit më shumë. Edhe po, kanë qenë disa momente si kjo. Si që thash, procesi tashmë mbi 20 vite nuk ka qenë gjithmonë ngritje, ka pas shumë momente vështira, shumë momente kritike në jetën time. Por mund të rafej një moment, ishte një moment kur unë po isha futur le të themi kisha filluar një rrugë me qëllime të mira. Por një moment ishte një moment kur unë kisha kuptuar që kisha gabuar shumë dhe kisha shkuar goxha larg. Edhe nuk di asnjë lloj rrugëzidhje se si do të dilja, dhe kostoja nëse ishte shumë e lartë në mënyrë veçantë për mua, për dëshminë time.
Edhe më duket sikur isha këtë i humbur në këtë proces. Pra duket sikur jem duke bërë gjërat në forcat e mia. Edhe ka qenë një moment. Edhe kam qenë në mes rrugë Elbasanin, plot me njerëz, mbrëmja, siç është në Tirana, në kohë vere, plot me njerëz. Po ndjesha kaq i vetmuar dhe kaq vetëm. Sa nuk po mendoja fare që kam njerëz, edhe që kam njerëz për rreth. Ka qenë një moment ku kam bërtitur në fakt. Thonë Zot, më jep një zgjedhje, më jep një drejtim. Në mënyrë të fortë. Çfarë ka ndodhur është që ky dëshpërim ka qenë kaq i fortë sa nuk e di si si mund ta shpjegoj. Por ajo çfarë ndodhi është që brenda pak minutash. Në fakt pa marruar mirë lutjen edhe Perëndia më ka vendosur një paqe. Një nga mënyrat që si Zoti më flet mua është se zakonisht është një fjalë edhe një bindje në frym, një lloj paqe hyjnore që nuk mund të shpjegohet kuptimi, nuk është se ndryshon në moment situata në moment, por është një bindje e thellë në frym që ky është momenti, kjo është gjëja, kjo është rruga. Edhe pikërisht në këtë moment ka qenë kjo paqe që gjithë kjo barë që unë për një moment po flisja kështu pa duke bërtitur me zot lart, u hoq plotësisht. Edhe brenda pak minutash. Në fakt nuk pata nevojë me marrë një vendim drejt për drejt, por situata u zgjidh në mënyrë këtë paqt. Ky ka qenë një moment që mund të trefej, por janë disa momente si kjo. Janë disa momente shumë veçanta, po një ndër to është kjo. Mund të trefej një moment, për shembull, personale që është personale familjare, le të themi. Isha në fillimin e besimit, edhe në këtë moment mama im kishte një problem, një shqetësim të fortë kishte një dhimbje të fortë në kokën e saj për shumë vitesh. Edhe po kjo ishte një dëshpërim i madh për ne, sepse ishim rritur që të vegjël duke dëgjuar këtë lloj. Edhe unë kisha lexuar në fjalën e Zotit që Perëndia shëron. Por nuk e dija se si të merra me këtë çështje, por thellë si fëmijë, si isha fëmijë adoleshent, po në fillimin e adoleshencës, tani ka filluar shpejt adoleshenca, por atëherë 13-14 vjeç ishin fillime. Edhe në këtë moment ndjeva në zemër për të lutur për nënën. Nuk më kishte mësuar dikush për këtë, se tash ishte këtë fillimi. Nuk kisha dëgjuar, mund kisha marrë pjesë një herë dy në një takim kishe. Edhe por kam ndjerë në zemrën time që duhet lutem Krishtit. Ashtu, në thjeshtësinë e një fëmije, në thjeshtësinë. Edhe kam marrë vllajin që tashmë ai ishte besimtar. Kem thënë edhe lutemi. Dhe kemi filluar duke lutur bashkë. Unë mund paktën kisha marrë pjesën e dyherë, ai s'kishte marrë kurrë se sa për në Krishtin iku më një herë, u kthy më një herë në vendinje. Edhe gjatë atij momenti ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, sepse kemi pas një përjetim të fortë, edhe unë edhe ai në fakt. Edhe ishte prap një bindje në zemrën që Zoti e ka shëruar, e ka hequr dhimbjen që ajo kishte. Edhe çfarë ndodhi është se nesërmen, kur ajo u zgjua, se zakonisht kur fillon të dhimbje zgjasë 3-4 ditë në javë, ishte për ditë, gjatë gjithë kohës. Edhe nesërmen po shikoja që ishte duke mirë, e qeshur, por s'kisha kuraj për ta pyetur. Por pas një momenti, pas një farë kohë, nga mesi ditës, i pyes, thëmë ti sikur je më mirë. Thot po, nuk jam, tani nuk e di çfarë ka ndodhur, po nuk. Edhe ky ishte momenti kur në fakt përveç se Zoti e shëroi, edhe ishte një gëzim i madh për gjithë ne. Por unë mësova nga kjo takim, unë mësova të dëgjoj nga Perëndia, pra për të kuptuar pak zërin e Zotit, mënyrën se si Zoti më flet mua, se si më shtyn për të hedhur një hap, për të marrë një vendim të tillë. Për mua sot është një gjë kaq e zakonshme, por ishte një hap i madh. Ishte vetëm fakti për të lutur për një gjë që dukej gati pamundur për sytë e mi atë kohë, edhe për aq sa dia. Ishte jashtëzakonshme. Pra bekimi ose mësimi ishte i shumëanshëm. Në aspektin personal, ishte dëshmi për nënën, për mamën, si them nënën, në fakt. Për të që realisht do të shërbente pastaj për shpëtimin e saj, se edhe sot besoj Krishtin është pagzuar pjesë e kishës.
por e ishte edhe një mësim i madh për mua për të dëgjuar zërin e Zotit. Ne kemi 2 vajza, madhja është 7 vjeçe, vajza e madhe, ndërsa vajza e vogël tani ka lindur, është 4 muajshe. Pra jemi në fazat e para të prindërimit, edhe pse nuk kemi dashuri në moshë. Por jemi duke mësuar. Por çfarë mund të them është që në fakt në shtatzanin e vajzës së dytë ishte goxha kritike, sepse nusja kishte kaluar nga një proces humbje fëmije, pra parë edhe ishte një goxha delikate edhe rrezikonte shumë nga ana mjekësore, rrezikonte shumë edhe për dytën. Edhe ishte një sfidë kjo pjesë, ishte e shumëanshme në aspektin edhe si bashkëshort, edhe si babë, edhe si pastor, edhe si besimtar. Edhe ka qenë një kohë që zgjati, por shumë kritike. Edhe çfarë kemi bërë është që në fakt në këtë proces jemi munduar të qëndrojmë bashkë me nusën duke u lutur fort në këtë pikë. Edhe në këtë kohë në fakt ajo bëri një fjalë nga Perëndia që ishte krejt jashtë, më thonë çdo rrethon ishte kundër në atë moment. Por ajo bëri një fjalë që do të shkojë deri në fund, gjithçka do të shkojë mirë, etj me radhë. Por nga ana ime ishte koha kur unë thjesht isha duke dorëzuar Zotit, duke munduar që të një farë mënyrë ti besoj Zotit edhe për këtë situatë. Edhe por nga ana tjetër edhe ti inkurajoja nusën time në gjithë këtë proces. Do thonë, nuk ishte një moment, e kupto? Nuk ishte një moment, por procesi i zgjati mbi 3-4 muaj. Ky proces ishte një shkollë në vete. Kjo gjë, qoftë për të mësuar për të besuar Zotit në një aspekt tjetër, sepse kur ndodh brenda familjes nuk është fort e lehtë, pra është goxha, sidomos kur kalon edhe nga një experience e mëparshme e vështirë. Por mësuam të besojmë Zotit, mësuam të adorojmë Zotit, edhe pse mjekët realisht doktoresha që po e ndiqte, ai përpiqej për të qenë sa më inkurajuese etj me radhë, por shikonim e dinim që situata nuk është as pak e mirë. Por kjo është pak a shumë nuk ka një moment fiks, por ishte një lloj sigurie në Zotin që në shpirt, sepse Zoti është duke kujdesur e Perëndia do jetë duke drejtuar. Por ne kemi vazhduar shërbesën. Në këtë proces me gjithë vështirësitë tona kemi ecur, i munduar që të jemi inkurajim për tjerët, ndërsa bënim këtë, Zoti na forconte, na inkurajonte, na ngushëllonte ne, na ndihmonte ne për të besuar. Shumë herë ishim duke lutur për tjerët, edhe Zoti bënte gjëra, ishte shumë e veçantë kjo se. Ndërsa ne prisim një përgjigje të fortë për shumë shembull në gjatë këtij procesi, ne luteshim për tjerët, kujdes, edhe Perëndia punonte në ata dhe duke sikur nga ana jon tek ne jemi se s'po ndodh ajo në fakt që po ndodh të tjerët. Por besoj që Zoti po na mësonte, po na jepte një mësim tjetër në këtë drejtim. Unë shpeshherë si pastor tani në kish me besimtarët, kur jam duke folur rreth kësaj gjë, një gjë që kam që besoj që është edhe një mësim, qoftë nga jeta apo mbi gjitha nga fjala e Zotit, është që Perëndia flet në mënyra të ndryshme. Por sigurt është që Zoti flet. Unë disa herë përdor një vetëm për të dhënë një pamje, Zoti që ka vendosur gojën tonë që ne të flasim, ai flet ne. Zoti që ka vendosur ne ka dhënë veshë për të dëgjuar, ai dëgjon lutjen tonë. Edhe ne kemi nevojë thjesht të besojmë atij. Pushojmë në ta, sepse ai me siguri flet. Ai flet në mënyrën e tij, nuk flet në mënyrën tonë. Por ai flet, ai vepron. Ne kemi nevojë të durojmë, të presim në Zotin. Edhe besoj që ndërsa jemi duke pushuar në Perëndi, mësojmë pra ata që në besim, që besojnë Krishtin, e kuptojnë çfarë është ajo që po them. Ndërsa ne mësojmë thjesht të besojmë atij, të adorëzojmë jetën tonë apo situatat tona, rrethonat tona, atëherë do të kemi veshët tona do jenë në mendshëm për të dëgjuar zërin e tij. Por ndërsa ne jemi duke luftuar, duke përpjekur shumë herë e mbytim, nuk e lejojmë, pra i bllokojmë ato shisat tona frymore për të dëgjuar
zërin e Zotit. Kështu që unë mendoj që gjëja më e mirë është thjesht po shosh në Zotin. Ti besosh atij. Marrësh kohë me fjalën, me lutje, pra marrësh kohë vetëm me Perëndin. Edhe Zoti do jetë duke folur në kohën e tij, në mënyrën e tij, po mjaftueshim qartë për secilin që ne ta kuptojmë qartë se çfarë ai po na thot. A je ndjerë edhe ti ndonjëherë sikur nuk je i mirë sa duhet, nuk je i fortë aq sa duhet, nuk je i aftë aq sa duhet, nuk ke mjetet që të duhen, nuk ke mbështetjen që të duhet. Nëse përgjigjja është po, kam një lajm për ty, nuk je vetëm. Tek Eksodi nga Pllin 4, takoj Mojsiun, një njeri i thirrur nga Perëndia për një mision të madh. Por në vend të besimit, ai përgjigjet thirrjes së Perëndis me hezitim. Ai thot: "Nuk di të flas mirë. Nuk jam i Zotin e të folur. Nuk jam person i dur. Dikush tjetër flet më mirë." Sa njohur tingëllon kjo për shumë nga ne sot. Kur Perëndia na thërret, reagimi i parë i zakonshëm është të shohim brenda vetes, dhe ajo që shohim për brenda është dobësia. Por dëgjosës ju përgjigj Perëndia Mojsiut: "Kush e ka bërë gojën e njeriut? Ose kush e bën të pa gojë njeriun, të shurdhër me sy ose të verbër? A nuk jam unë vallë Zoti?" Me fjalë të tjera, unë e di shumë mirë se kush je ti Mojsi, se të kam krijuar vetë. Unë e di shumë mirë se çfarë mund bëj përmes teje. Në momentin kur Mojsiu ishte i fokusuar tek ajo që i mungonte, Perëndia ishte i fokusuar tek fuqia e tij. Ndoshta sot edhe ti po bën të njëjtën gjë. Po thua: "Nuk mundem, nuk jam gati, nuk jam i aftë." Por Perëndia nuk të ka kërkuar asgjë nga këto. Ai po të kërkon vetëm që të besosh. Të besosh se ai është mjaftueshëm. Dobësia jote nuk është pengesë për Perëndin. Përkundrazi është mundësi për të bërë një mrekulli të re dhe për të shfaqur lavdinë e tij. Vendi ku ti ndihesh i paaft, nuk je i pajisur, nuk je gati, është shpesh vendi ku Perëndia dëshiron të tregojë fuqinë e tij. Perëndia nuk i tha Mojsiut: "Shkoj gjej vetë rrugën, bëj çfarë të duash." Ai tha: "Shko, dhe unë do t'jem me gojën tënde. Unë do të mësoj çfarë të thuash." Miku im, ky premtim është me vlerë edhe për ty edhe mua sot. Perëndia nuk po të dërgon vetëm. Ai ka premtuar se do të shkojë së bashku me ty. Ai të pajis, ai të forcon, pikërisht aty ku ke frikë dhe ndihesh i pasigurt. Cila është ajo gjë që ti vazhdon ta shikosh si pengesë e të thuar se nuk mund ta bësh? Të flasësh, të falësh dikë, të hedhësh një hap besimi? Çfarëdo që të jetë, çoje tek Perëndia. Mos u fokuso tek ajo që të mungon. Përkundrazi, mbaj sy tek krijuesi yt, sepse ai që të ka krijuar e di shumë mirë se çfarë je i aftë që të bësh. Deri në takimin tonë të ardhshëm, lutem që t'i dorëzoni frikat dhe pasiguritë tuaja tek ai që ju ka krijuar. Mbështetuni në fuqinë e atij që ju njeh më mirë se çdo kusht tjetër dhe ka një plan të mrekullueshëm për jetën tuaj.